Eronita tregon arin që ja dhuroi Blero. Eronita dhe Blero po kalojnë kohë së bashku, duke ndarë me ndjekësit momente nga përditshmëria e tyre. Çifti është shfaqur i afërt dhe i buzëqeshur në paraqitjet e fundit publike. Pak kohë pas ceremonisë së martesës, e cila mori vëmendje mediatike, ata vazhdojnë të jenë aktiv në rrjetet sociale. Postimet e tyre shpesh përfshin momente nga jeta personale. Së fundmi, Eronita ka publikuar një foto në Instastory ku shfaq dorën e saj me disa unaza ari. Nga sa kuptohet, bijuteritë janë dhuratë nga bashkëshorti i saj, këngëtari Blero. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.